Me rastin e 18 vjetorit të ndarjes nga jeta të veprimtarit dhe luftëtarit të UÇK-s Gafur Zendeli në varrezat e fshatit Llapkindoll pranë vendprekjes së tij, në praninë e familjarëve, miqve dhe bashkëveprimtarëve të tij, u bën homazhe në nder të jetës dhe veprës së tij atletare. Në këtë rast, në emër të SHVL UÇK-s, Fazli Veliu Daja foli mbi veprimtarinë atletare të Gafurit. Gafur Zendeli pati një rishtësi të madhe në jetën e tij për kushtimit familjar, sepse vetë ishte ai kryesuesi, mbeti, nana e tij pashtu për skaj. Gafuri ka vepruar këtu në vitin 1993, kur jemi nisë për vendime shumë të rëndësishme për lëvizjen popullore të Kosovës. Atëherë i bashkuar me veprimtarët tanë që kanë qenë si Beqiri, si Gjavit Veliu që para disa javësh u vra në punë në Zvicër, dhe një grup gjeneratash të cilët kanë qenë me atë, dhe këtu në këtë pjesë ne kemi qenë ilegalisht të hyrë dhe falë dinjshmërisë së tij, Gafurit ne kemi shpëtuar të flasin para jush. Në ka veshur me tesha pleqë, tesha tjera dhe kemi vazhduar rrugën. Gafuri ka ndodhur në rastet më kritike të lëvizjes sonë, kur të tjerët ne tonin se nuk do të shkojmë ato tjerë. Bashkë me shok, lodhi fondin para fondit Velilja Thret, dhe ne kemi vepruar me një kulet me të gjithë kohën, deri në luftën këtu, kur kemi ardhur në këto viset tona, dhe Gafuri ka qenë, si thuash, ministri yni i financave. Ai zotëron të edhe gjuhë të huaja, dhe mikpritja ati është dëgjuar nga përfaqësuesit e NATO-s, qetë e mirë, dhe është e veçanta e tij sa ai u tret për njerëzit, veproi për njerëzit, dhe rrugët që i zgjodhi ai nuk i zgjodhi rrugët e asfalteve, portomaleve tona. Kryetari i Komunës së Kërçovës, Fatmir Dehari, evakoi kujtime nga e kaluara e përbashkët me të, duke e përshkruar si një mik besnik dhe një luftëtar të devotshëm për çështjen kombëtare. Do të kujtoj momentet e para të takimit me Gafurin. Kam qenë vetëm 25 vjeç, në vitin 2000 në Prishtinë, ku shoku jon i përbashkët, apo komandanti i ushtrisë kombëtare kombëtare, Ali Ahmeti Abazi, si e njohim të gjithë ne, kemi edhe nderuar në zonjë këtu. Këto i dy shokët e tij në Prishtinë, pra dy shokët pesnik dhe të ngushtë, ashtu edhe mi përshkroi para se takohemi për të bërë organizimin e vazhdimit të luftës në pjesën e Kërçovës, Diprës dhe deri në Stru. Pra, në atë moment erdhën Gafuri bashkë me profesorin Tahir Hasani, dy veprimtarë dhe shokë të komandantit dhe shumë shokë të tjerë. Dhe nga ai moment, deri në momentin e ndarjes, unë e babi Alba kemi qenë bashkë. Ndërsa vajza e Gafur Zendelit, Alba Zendeli, mes lotësh theksoi mungesën e përhershme të babait dhe falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen në këtë aktivitet përkujtimor. Dhe nuk pata mundësinë ta njohë si çdo të doja. Por përmes rrëfimeve të nënës, të familjarëve, të shokëve të tij, e mbi të gjitha përmes veprës që ai la pas, unë e njoh dhe e dua baban tim çdo ditë më shumë. Shpesh e imagjinoj jetën ndryshe, sikur ai të ishte ende këtu. Imagjinoj duart e tij që do të më mbani kur hidhja hapat e parë, zërin e tij që do të më përgëzonte kur më thoja fjalët e para, krahët e tij që do të më përqafoni kur do të kisha nevojë për forcë. Do të doja t'i kisha pas vetes baban tim, kur do të më dilte ndonjë pengesë. Kur kisha nevojë për një këshillë, kur thjesht doja të ndihesha e mbrojtur. Më mungon ajo që nuk e pata kur. Më mungon pusqeshja e tij në ditëlindjet e mia. Më mungon fjala e tij kur do të nisja rrugën e jetës, shkollën, ëndrat. Është një boshllok që nuk mbushet. Por që na mëson se sa i madh ka qenë dhe sa shumë ka lënë pas.
Ai është dhe do të mbetet gjithmonë pjesë e jona, si një model force, nderit dhe dashurie për atë dhënë, familjen dhe qytetin që e deshi atë shumë. Ju falenderoj edhe një herë për pranin tuaj sot, për respektin dhe kujtimin që mbani për të.